Kjo që për shumë urrëtie, ku shkoj ku fol, ku bisedoj me njerëz, më thonë, kam konflikt me këte, po dela i e deputeti atje dhe thotë se unë jam unë këtu për ju ligjit, është ligj për mrapsh, është shkatrim për shqiptarët, ju lutem hall vëllezër shqiptar, o njerëz të këtij vendi, bashkohuni të duam njëri tjetrin, t'i harrojmë këto vrasje urrëtie, t'i lojmë i ka dhe të bëjmë Shqipërinë se ne jemi aq të mëshëm sa me kthy krahat njëri tjetrit edhe me majtë fort lirinë tonë, me majtë fort dashurinë tonë, si që kanë majtë për para pleqt e vjetër, bënje këte për vendin tonë, për poplin tonë, sepse është një gjo shumë e egër kjo, do thunë një demokraci, okej demokraci, po kjo po kthehet në urrëtie për njëri tjetrin, po vriten në ropë për ditë, nduni njëri tjetrin, po se rret një kaos në Tiranë, dëgjoni, bashkoni, humni pak kohë nga jeta juaj, po fitoni shumë, fiton gjithë Shqipëria, ju lutem, si fëmija juaj.